Për të 22-ën ditë me radhë, në sheshin Sintagma të Athinës, Pano Ruçi, babai Denis Ruçit, njërit prej viktimave të tragjedisë në Tebi, vazhdon grevën e urisë pavarësisht gjendjes së rënduar shëndetësore. Ai kërkon të drejtën për zhvarrosjen e trupit të birit në mënyrë që të bëhen analizat e ADN-s dhe ato toksikologjike për zbardhjen e plotë të aksidentit ku humbën jetën 57 vetë në shkurt të vitit 2023. Qindra qytetarë u mblodën sot në një protestë të re solidariteti me Ruçin, i cili kërkon të zbulojë shkakun e vërtetë të vdekjes së djalit. Jam këtu prej 22 ditësh dhe nuk më intereson politika, dua vetëm të di nga se vdiq fëmia im, deklaron ai. Do doja edhe një herë t'ju falenderoja që jeni pranë meje, çdo ditë e çdo çast, dhe nuk do të ndalem derisa t'ju jap urdhër për analizat toksikologjike të fëmijës tim. Përndryshe nuk ikim, do të qëndrojmë këtu deri në fund. Për krah grevistit urisë, emigrant nga Shqipëria, qëndrojnë çdo ditë qytetar, familjar të viktimave dhe aktivistë që kërkojnë drejtësi për tragjedinë e Tebit. Edhe sot edhe nesër dhe sa duhet, Pano Ruçi do të fitojë të drejtën e tij. Ky ishte mesazhi që dëgjoi vazhdimisht nga protestuesit, ndërsa shumë qytetarë ofroheshin për të nënshkruar mesazhe mbështetjeje për të. Greva e urisë së tij është ndruar në një simbol të kërkesës shoqërore për transparencë dhe drejtësi. Lumi i zemërimit po del jashtë shtratit, shoqëria kërkon frymëmarrje dhe këtë qeveria nuk mund ta kontrollojë, thuhet në deklaratën e Komitetit të Solidaritetit. Brenda vet kampit qeveritar po shtohen zërat që kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme për kërkesën e tij, përpara se gjendja shëndetësore e grevistit të bëhet e pakthyeshme. Pranë tij qëndrojnë disa mjek, ndërsa ka shkuar edhe para 2 ditësh për analiza në spital. Komiteti i Solidaritetit ka njoftuar një tjetër tubim të madh të mërkurën në orën 17:30 në të njëjtin vend, në shenjë mbështetje për babain grevist uris, që tashmë është quajtur babai i të gjithëve. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku.